Mirë dita të dashur miq, dhe dashamirës të krimtarisë sime letrare. Ja ku erdhëm prapë në emisioni im Ora Letrare, ku lexoj fragmente nga krimtaria ime në prozë, po edhe poezi. Këtë radhë, po ju lexoj një fragment të shkurtër nga romani Në urbanin e fantazive, Danai dhe Orfea. Një roman edhe psikoanalitik, erotik, deri në tragjik. Përfshihen disa fusha të jetës, të dashurisë, tradhtisë, dhimbjes, sëmundjes, e tjera e tjera. Protagonistë janë dy emrat, Danai dhe Orfea, që s'kan lidhje me njëri tjetrin, secili ka jetën e vet, të martuar, me fëmijë, që njihen rastësisht në urban. E veçanta cila është në këtë lidhje, që më pas kthehet në një lidhje intime, flert intim. Që Danai vuan ka një sëmundje e njohur, në greqisht quhet sklerisi kataplakas. Në shqip mëse përdoret si simbol, edhe në shqip dhe në greqisht, ose skleroza e shumëfishtë. Shfaqjet edhe simptomat e saj janë të ndryshme. Shumica e çifteve ku preket në tepër femra ndahen për këtë arsye. Kush reziston, reziston. Ky personazh, Danai, nuk do që të ndahet nga burri. Është dashuri e parë në jetën e saj, njëkohësisht edhe burri e do shumë, ajo nuk do që të ndahet, ama marrëdhëniet që krijohen midis tyre arrinë deri në ngrirje. Çfarë ndodh? Pse ndodh ky flert me Orfean? Si vazhdon? Dhe cili është fundi? Fundi nuk do t'ja u them. Do të lexoj një fragment. Veçoria e këtij romani është se në gjysmën dhe në gjysmën e tij e shkruan vetë Danai, flet Danai, të historinë e saj dhe marrëdhëniet me burrin dhe me Orfean. Gjysmën tjetër e rrëfen Orfea, të jetës së tij në flertin me Danain. Po lexoj një fragment të shkurtër tani. Gjumi i pasdrekës nuk mund nda deri në ikjen e muzgut. Zgjimi me pozën e një filozofi mundoi të më bindë se nuk ishte ëndër ndodhia e paradites në shtëpinë e Ketit. Keti, një shoqe shumë e ngushtë dhe besnike e Danait. Por edhe mua më pëlqen kjo lojë me zgjimin vetëm për pak minuta. Më në fund pranojmë argumentat e njëri tjetrit, ndërsa unë e bind që edhe pse s'ishte ëndër, atë që ndodhi realisht tashmë e përjetoj si të tillë. Zgjimi më bind që ky përjetim, ndryshe nga ëndra, do më ndjekë më tepër në kohën e tij. Jam tani në shtrat me laptopin në prehër, edhe pse fjeta vënçe akoma s'po e marr dot veten. Zgjimi pas ka të drejtë, vërtet po më përshkon trupin përjetimi skenave erotike me Orfean. Dhe ja momenti fundit, më i pabesueshmi për çdo njeri normal. Me kënaqësinë e triumfatores ndaj sëmundjes, shkëputem krejt papritur nga krahët e Orfeas, sikur të jem bërthyer nga ktetrat e shqiponjës dhe i lutem të ikë sa më parë. Habisë dhe këmbëguljes së tij për të mësuar arsyeën e kthesës së çuditshme, i përgjigjem me përsëritjen e të njëjtave fjalë lutse. Të lutem, ik, dua të jem vetë. Tani. I çorientuar kërkon rrobat gjithandej nëpër sallon.
fillon të vishe duke shoqëruar me mbledhje supesh mërmëritjen e disa hershme të thënies, e pabesueshme, për herë të parë që s'të kuptoj. Ndërkohë vazhdoj të jem në kanape, krejt e lakuriqtë, e shtrir anash në njërin krah, me kokën mbështetur te dora, si pozante nudo në studio piktorësh. Orfea qëndron pas pak i veshur përballë meje, në pritje se mos ndryshoj mendimin pa mendim. E kotë pritja e tij pas shenjësime me dorë, sy dhe buzë që zvendësojnë fjalët e lutjes. Atëherë afrohet më tepër dhe e vetmja gjë që kërkon dhe ngulmon është një e puthur në buzë. Por të papriturat për të nuk qenë ka e thënë të mbarojnë me kaq. Mos vetëm për të, edhe pse jam unë burimi tyre, jam krejt e pafuqishme t'i ndaloj. Si ka mundësi që pas çmendurisë erotike, ku i dham njëri tjetrit çdo qelizë të trupit, i devijoj puthjes në buzë, dhe ashtu si atij, rasti tentus për puthje në makinë, i vë të njëjtën kusht me të njëjtën thënie, në faqe. Sa keq më vjen tek e shikoj kaq të dëshpëruar dhe të zhgënjyer, por në vetvete besoj se nëse më njeh vërtet dhe vërtet jam ajo që jo pak herë ma ka thënë perëndesha reale e fantazuar prej tij, do më kuptojë e jap të drejtë për kthesën e papritur dhe kërkesën për të më lënë disa çaste vetë të shtrirë në kanape ende pa asnjë robë në trup. Dua t'i gëzon vetes për triumfin e sot ndaj asaj, shtrigës magjistare, smundjes. E pamundur të ndaj diçka krejt personale me Orfean. Ai duhet të mbetet me kënaqësinë e çdo gjëje që shijoj me trupin tim te trupi im. Gjithçka tjetër më përket mua dhe vetëm mua. Pas puthjes në faqe dhe përsëritjes komplimentit të parë për jeshilën e syve dhe të dytit për perëndeshën e gjetur te mua, kthen shpinën dhe pas disa hapave u mbet pas portës. Sa budallaçk që kam. Pa ditur e pa kuptuar, po qaj. E kuptoj këtë nga rrjedha e pikave të lotit mbi faqe, që ndalen për një çast aty ku më puthi Orfea për të fshirë më pas nga gishtat e mi. Moj dhanaj, si statuje mermert e nise, e tillë dhe po e bitis historinë me Orfean. Historia po mit, mere si të duash. Po lotët, mbase janë ca pika shiu të rëna nga ndonjëre e fshehur në qellin e shpirtit tim. Kaq për sot, ju uroj një ditë të mbarë, çlodhëse dhe argëtuese. Mirupafshim.